Në ndritën e yjeve dhe mes mureve shekullore të Kalasë së Lezhës, vargjet poetike morën jetë në një mbrëmje të veçantë kushtuar artit dhe letërsisë. Në balkonin panoramik të Kalasë, poet, shkrimtar dhe artdashës nga Lezhë dhe zona të tjera u bën pjesë e aktivitetit Poezi në yje, duke shijuar magjinë e fjalës artistike në një atmosferë unike. Në galerinë e vjetër, kuajt dolën prej pikturave me krif. Poezia u ndërthur me muzikën dhe verën, duke krijuar një atmosferë të ngrohtë dhe frymëzuese për të gjithë të pranishmit. Pjesëmarrësit vlerësuan organizimin e kësaj mbrëmjeje, duke theksuar se aktivitete të tilla ndihmojnë në mbajtjen gjallë të traditës poetike që Lezhë e ka kultivuar ndër vite. Është një gjë shumë e bukur pasi Lezhë ka një traditë jashtëzakonshme në poezi, por ajo çfarë duhet të them është fakti se takimet të tilla poetike ndikojnë drejt për drejt në kultivimin e shijeve sa më të mira estetike rreth poezisë. E para herë Lezhë nuk do rreshti kurse më befasuari. Unë kam miq të mirë edhe poet apo dhe krijues në Lezhë, dhe unë kam thënë që Lezhë është adheu im poetik. Është kënaqësi për të takuar me miq, me krijues, për shkëmbyer një gotë verë edhe për t'ia kaluar sa më bukur me njëri tjetrin. U bën vite tashmë që ne organizojmë aktivitete të herpashershme dhe jemi munduar që të gjejmë vende interesante siç është amfiteatri Shënofemis, plana, kishe planës ku kemi bë aktivitete, kemi bë rrugës për të rënë hedhun në ato poezi nëntuma. Sepse Lezhë është poezi në vete, dhe atë duam që të kuptohet që poezia rrin shumë mirë në Lezhë kudo që të vendosësh. Kjo që bëhet sot është një orë poetike që bëhet këtu në Kala. Në Kala është një vend shumë i bukur, ja këtu organizatorët këtu është Bashkia e Lezhës në bashkëpunim me klubin tonë letrar. Dhe është një gjë e bukur, një orë poetike që vinë, recitojmë, shpërdajmë, pimë dhe ngojmë fen. Drejtori i kulturës në Bashkinë Lezhë, Keler Sufja, u shpreh se përmes aktiviteteve të tilla synohet të nxitet interesi brezit të ri për poezinë, letërsinë dhe vlerat kulturore të qytetit. Në këtë bashkëpunim që ne bëjmë sot, nuk është absolutisht rastishëm, është edhe një prej qëllimeve që ne si drejtori kemi vendosur vetes, pikërisht që ne gjithë elementet e rëndësishëm në qytet, si individ, si organizim, siç është edhe klubi letrave në Nozgjeta, të bashkohen për nxjerr jo vetëm sa më shumë aktivitete, por sa më tepër aktivitete cilësore që të tërheqim kryesisht brezin e ri drejt poezisë dhe drejt librit. Mbrëmja poetike organizuar nga Bashkia Lezhë në bashkëpunim me klubin e letrave Nozgjetja zgjati rreth 90 minuta, duke u kthyer në festë të fjalës artistike dhe të kulturës në zemrën e një prej monumenteve më simbolike të Lezhës, siç është Kalaja e qytetit. Ishte rënë, ishte për të mishëruar.